Të përdor segmente të dyfishta për ta minu rendin kushtetuese. Beogradi nëpërmjet strukturave të saj lejon integrimin e komunitetit serb. Është e paligjshme absolutisht për shkak se është ndërhyrje nëse qeveria e Republikës Serbisë emëron një qytetar të Kosovës në krye të një komune paralele e cila de facto është e mbyllur nga autoritetet e Kosovës, është ndërhyrje që ka për qëllim të krijojë një realitet paralel dhe që ka më tepër efekt simbolik për t'i bindur qytetarët serb që Serbia është struktura dominante ose autoriteti brenda Republikës Kosovës, gjithmonë nëse kemi parasysh qëndrimin e saj mosnjohës ndaj Kosovës dhe faktin që nëpërmjet kushtetutës vazhdon të ruaj agresionin territorial ndaj Republikës Kosovës. Edhe një ndërhyrje tjetër kundër Kosovës nga ana e Serbisë, e cila përpiqet me çdo kusht që të ndërtojë bazat e destabilizimit të vendit dhe konsiston në përpjekjen që të përdor segmente të dyfishta për ta minu rendin kushtetues dhe legitimitetin e institucioneve të Kosovës. E para nëpërmjet listës serbe, që është zyrtarisht pjesë e institucioneve në nivelin lokal, dhe e dyta nëpërmjet ashtu quajturave struktura paralele të cilat funksionojnë ilegalisht në Republikën e Kosovës, dhe mendoj që kemi të bëjmë me një strategji e cila ndërton bazat e qëllimeve destabilizuese në Kosovë nga ana e Serbisë, në kontekstin e apetiteve të tyre territoriale për shkak të në vazhdën e presionit vazhdueshëm mbi komunitetin serb, të cilin Beogradi vazhdon ta instrumentalizoj kundër rendit kushtetues dhe për destabilizim të Republikës Kosovës, ka qenë edhe një manovrim taktik që tregon se Beogradi nëpërmjet strukturave të saj përpiqet me çdo kusht dhe nuk lejon integrimin e komunitetit serb. Pra kjo është sfida kryesore e Republikës së Kosovës edhe në kuadër të procesit dialogut dhe mendoj që gjithnjë më tepër jepen shenja të qarta ndaj të cilave Bashkësia Ndërkombëtare, Brukseli zyrtar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duhet të rrisnin presionin mbi Beogradin me qëllim që të mos lejohet edhe më tutje, të mos tolerohet edhe më tutje me akte të tilla të ndërhyrjes kundër Republikës Kosovës.